Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na begatoi dhe na nderoi me pejgamber. Ky pejgamber, siç thot Axha i tij Abbas ibn Abdul Muttalib, nuk vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me na sqaruan rrugën e qartë, rrugën e xhennetit. Nuk vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me na bë bejan të qartë halalin dhe haramin. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na dërgoi pejgamber ku tha: çdo vepër që ju çon në xhennet, vetëm se ju kam urdhnu që ta bani, dhe çdo vepër që ju çon në zjarr, vetëm se ja kam ndalu që mos t'u afroni dhe mos ta bani atë. Pra vëllezër të ndershëm, ne jemi në fundin e vitit, apo që i thuhet në festat e fundit të vitit. Pra sot me emrin e Allahut Azza wa Jall do t'i thojmë disa fjalë me temën ne dhe viti i ri. Vall, a do ta kena vitin që vijon viti i ri, apo disa do ta shndrojnë në vit të zi? Po para se të flasim në këtë tematik, i dëshirojmë mirë se ardhje të ashtë e quajturve mërgjimtar, edhe pse unë nuk isha pas dëshirë që të emërtoj mërgjimtar, po në realitet ata janë adhetar. Dhe shumë ata që pretendojnë se janë adhetar të këtij vendit, ata më shumë janë mërgjimtar me popullin e tyre. Dhe gjithashtu i tregoj se vizita që na vinë ko pas kohe dhe që shuajnë mallëngjimin e antarëve të familjes dhe në veçanti atyre të cilët në stinën e dimrit pritojnë ftoftit mos të ardhë në këtë vend, unë i kam disa selame. Selami i parë, për ata që kanë ardhë në këtë vend, jo të regoj me shëriat çfarë vepër madhështore kanë bo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur e muslimanit, ata gëzojsh muslimanin. Vepra më e dashur tek muslimani, tek Allahu Azza wa Jall, ata gëzojsh muslimanin. Ata që na vinë këtu na gëzojnë, po gëzim më të madh kanë antarët e familjes së tyre, në veçanti prindërit, që vizita e tyre është më madhështore dhe më e madhe se sa të kishin shku në Kabe ta kri numër. A nuk ka një njeri te pejgamberi Allahut i cili dëshiron të merr pjesë me një lloj të ibadetit që në shariat konsiderohet kulmi i ibadetit, xhihadin rrugën e Allahut. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i ke prindër i gjallë? A e ke dënjonin prej prindëve gjallë? Tha po, ja Rasulallah. Tha ktheu tek prindërit të respektoj dhe nderoj ata, se xhihadi më madhështor është me to, te to. Sa mërgjimtar kushtimisht të them, i harrojnë prindërit, harrojnë mallëngjimin e tyre, dhe pritojnë që di dinar t'i harxojnë në vizitën apo t'i gëzojnë prindët të tyre. Pra ata që kanë ardhë, i kanë gëzu ata, me gëzimin e prindërve arrin që ta gëzojnë dhe Allahun Azza wa Jall. Nga se Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerim ka urnu që ta adhurohet vetëm Allahu, e pas adhurimit të Allahut të respektohen prindërit. Pra shizon e rastin, derisa i keni gjallë, se a di që të vdesin, do t'i kafshoni gishtat e tuaj, do të shpëroni si që transmetohet nga Imam Ameshi apo Imam Shabiu, që kur i vdiq nona erdhën vizit hoxhallartë,
erdhën dietar që t'i japin gajret, dhe i u çuditën me këtë imam të madh që çante. Dhe i thamë se po qanë, a e din se te Allahu do të kenë më mirë se ata që e kanë përjetun këtë dunja? Tha imam Ameshi apo imam Shabiu, s'po qaj ku kanë shku, po e qaj vetën, se e kam pas një derë të xhennetit të hapur, tash me vdekjen e tyre më mbyll. Pra këto janë dirë të xhennetit, hini në to. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dërgoi një melek në mesin e një rrugës për një vëlla musliman që ish nis me një fshat të largët, ta viziton një vëlla vetëm për Allah. Dhe ndal meleku në mesin e rrugës. Dhe thot, o filan, ka je ka shkon? Ta po shkoj filan fshat. Tha, çfarë pune ke në atë fshat? Tha, e kam një vëlla që e du për Allah, du ta vizitoj. Tha, nuk e kur një far interesi qëtër, vetëm që të çmallësh me ta, vetëm që të takojsh ata. Tha, po. Tha, të përgëzoj që Allah më ka dërgu me këtë mishtë, ti dhe atyre të njajsh, për çdo hap që e ke qitë, Allahu ta ka pasëru prej gjunave dhe këtë ka lartësu në gjennet. Për çdo hap që e ke qitë, je lartësu në gjennetin e Allahut. Dhe ndëgjo me vëmendje që thot pejgamberi Allahut, ai që shkon në mëngjes ta viziton një vëlla të tij për Allah, 70.000 melek lutën për ta deri në mbrëmje. Dhe ai që shkon në mbrëmje deri mëngjes, pra ota është e quajtur mërgjimtar. A ju jeni ata që s'keni nevojë për lutjet e melekëve? Dhe kur të vini në këtë vend, që thot pejgamberi Allahut, vepra më e dashur tek Allahu është ta gëzojsh një musliman. Sa gëzime të mëdha kanë antarët e familjes kur vinë vëllezërit nga perëndimi, po sa gëzime të mëdha ka edhe shoqëria. Dhe mos u bani koprac, mos thuani se po harxojmë shumë, nga se ju vini në këtë vend për të shtu. Dhe kam dëshirë që këtë adet dhe këtë zakon të shëndëronin ibadet, si ta bojmë vizitën, poshimin ton, dimëror apo veror, vizitën e antarëve të familje në ibadet. Dëgjoni çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pyetën pejgamberin Allahun dhe i thënë, ja Rasulullah, një njeri e ka dhënë 1 dinar për Allah për xhihad. Dhe një njeri e ka shpenzuar, e ka dhënë 1 dinar për një të varë, për një skamor. Dhe një njeri e ka dhënë 1 dinar për nevojat e antarëve të familjes së tij, cila është me vlerë të Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë dinar që e ka dhënë për antarët e familjes së tij, ata mos u shtrell, mos u ban koprac, se një jep 700 i fiton, nga se sadakaja lëmosha shkruat te Allahu azza wa jall, një me 700. Pa do lejo të ndërshëm, jo e dini gjendja ekonomike e cila është e mjerueshme, për çka se na sundojnë dhe na drejtojnë hajnat. Për këtë arsye, shpresën e fundit kjo popullat, pas Allahut azza wa jall, e ka tek vëllezërit e tyre në perëndim që janë, apo në vendet e tyre që janë, atë sadakat lëmosh që ja jep prindërë, ja jep vëllezërë, atë që harxhon në vendlinjën tonë, mos u ban koparac dhe i shtrill, po banë në jetin që ta gëzoj Allahun azza wa jall. Banë një jetë që Allahu të lashet problemat, që i ke aqe në përëndim Allahu t'i largon, po banë një jetë në shenjë të falemderimit dhe mirinjohje sa Allahut, se Allahu të mundësoj ti e një pun halal në atë vend. Shumë bitë tonë, të cilët janë në këtë vend, e andërojnë dhe përpichen, që të jenë vendin tonë nuk janë. Për atë ne falemdrojmë Allahu në azza wa jall, që vëllezërit tonë nuk në arrojnë. Këto janë adhetar të vërtet, këto janë ata që shpenzojnë, këto janë ata që kilometra të gjatë të morin, nuk kanë interes për neve, po vinë vetëm që t'i gëzojnë familjarët, që të shmallin me vendlinjën e tyre, vinë që të solidarizohen dhe sa do pak të ngritin ekonomin,
e cila është për toke në këtë vend. Para të shpresoj që Allahu Azza wa Jall në atë vend Allahu do t'ju ruaj juve, do t'ju ruaj vëllezërit tuaj dhe do t'ju ruaj pasardhësit e juaj, nga se transmetohet për një njeri të mirë. Allahu i ruan 7 breza pa arqime që i dhe shpenzimet që i bëni. Mos me ndoni se kjo ju shkon kot, po kjo është një vepër që e gëzon Allahun Azza wa Jall, dhe ka thonë pejgamberi Allahut, prej veprave më të dashura te Allahu është që lajsh një borxh vëllavit tan, që largojsh një brengë vëllavit tan. Ai që ja lën një borxh, ai që ja lën një brengë vëllavit e vet, le ta din fort të mirë se Allahu ka me ja la borxhet më të mëdha që i ka ndaj Allahut në ahiret. Ai që ja largon një brengë vëllavit e vet, Allahu ka dhënë premtim se Allahu do t'ja largojë brengat e tij në ahiret. Cili prej neve nuk kena nevojë që Allahu na i largoje brengat tona në ditën e gjykimit, ditën kur nuk sjell dobi as malli as e vladi. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që ato ditë që i keni nda që të jeni në mesin ton, Allahu Azza wa Jall të shlojë bereqet. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ju bëjë të çmallën me antar të familjes tuaj. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ju shfrytëzojë që t'i gëzoni, që t'i gëzoni të afërmit e tuj dhe të banin pjesë në të hadithin e pejgamberit Allahut, ai që mon lidhjet me farefisnin, Allahu i mon lidhjet me ta. Edhe këti në farefisnia është e varur në arshin e Allahut, dhe i thot Allahut Azza wa Jall, o Zot më ke dhënë në premtim. A dini cili ja premtimi Allahut që ja ka dhënë farefisnis? Ka thonë po, e ta kam dhënë. Ma ke dhënë premtimin që ti majsh ti lidhjet me ata që i man lidhjet me mu, që ti ndërprejsh lidhjet me ata që i ndërprej lidhjet me mu. Pa ata mos arsjetoni se dimën ftoft kushtet jo të mira, po nëse si kemi ne kushtet e mira e jani, që ti shijoni disa ftofta dhe gripa, që të kujtohet mirësit e Allahut që ja ka begatu juve aqe, që ti kujtoni të varfërit fukarat, që ti kujtoni skamorët, që ti kujtoni halegjit, që mos ti përbuzni begatit e Allahut Azza wa Jall, dhe të dini se juve Allahu ju ka nderu, juve Allahu ju ka dallu nga shumë krijesat e ti, e nëse nuk vini në këtë vend, se dini çka Allahu, nuk e dini çka me të ndërper rrimën, nuk e dini çka do me thonë mos me pas ujë, nuk e dini çka do me thonë skamje. Para të lutim Allahun Azza wa Jall që këto mirësi ju i keni në këtë vend, ju jeni adhetarët e vërtet, ndërsa adhetarët që na shiten kanë, ata pikpyetja janë adhetarë apo janë grabitçar. Para të lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'i gëzon ata, t'i gëzon familjarët e tyre, e në veçanti prindërit e tyre, të cilë nuk poshojnë dhe nuk i flenë siri tyre, vetëm se me trup në këtë vend e me zemër atje. Pra të regohet me një ngjarje, se një gjallë e morë nënën e vetë në malë. Pasi nusja e orientoj dhe mësoj që se ne përballon vjerën me këtë karakter, e more e qoj në malë, e theri dhe janë zeri zemrën. Zemra dol prej trupit të saj dhe foli për zdyt. Foli për zdyt. A dini cilën fjalë zemra e nanës foli, që e tha, nga se mas je mbyti nënën e vetë, janë zeri zemra dhe ja hedhi, zunë thu dhe orëzu, foli zemra dhe tha o bira o vrajtë. Këto janë nanat tonë, këto janë baballar tonë, mos harronim, se pejgamberi Allahun kur e kanë pyeti kanë thonë, cili ka hak më të madh në këtë dunjë të respektohet, ka thonë nona jotë, jo gruaja jotë, jo fëmijët e tu, nona jotë. Ta kush pastaj ja Rasulullah, tha nona. Ta kush pastaj, tha nona. E kush pastaj, tha baba. Këto janë ata më meritorët,
ai që i cili jarron prindërit, ai që nuk vjen dhe ka mundësi me ardhen, me i pa prindët e tij dhe nuk vjen, ai është mëkatar gjunaqar. Ai që e përlot loti i nanës nuk lot kollaj, pa mos harro, atë që e ban sot, ka mu të këthi nesër, që i shdo që vepra, ndërprej lidhjet me ta, ruje vladit e tu nga gripi, loj ruj nga ftofti, ama ka me arë një ditë, që qatë që e ke rujt për gripit dhe ftoftit, s'ka me ta qelderën. Atë po e përjetojmë, atë po e shofmi, sa ti ke dert për familjen tone, qatë që kanë me pasën dert të qertë për ti, dhe të regot për një nanë, e cila thoja jas lapë si gjali që ta mashtroj, edhe të vizatoj me një flel të bardh, kishte e bon disa kocka, e pas taj nalet nana dhe e pyt dhe i thot, qka ke vizatu në këtë letër o biri jem? Tha i non, tha ku të rrit në ka me maru një shpitëre. Ta e pash me një vend disa kocka, dhe ati kështë e da dhomët. Jas këra i shpije, e kështë e bon një kockë tjetër. Thash, po qka që kjo kocka tjetër? Tha i non, tha, do të bajnë ti e një sobë të dirt, ti dhe babit. Ta ti dhe babit? Unë e për jo rriti, unë e po qaj? Unë e ka med për ja gjumë për juve? Unë e ti kur s'ki qenë në shtëpi, si të mi shkanë pëshu të dirt, tha pastaj më kujtu, se unë e ishtë në mizore pa drejt, nga se unë i bona shtipje burritem, që i prindrit që amaroj një shpi të dera, një sop të dera. Tha kur mi tha këto fjalë fëmiu i cili, thuaj se i paditur, Allahu e inspiron që amaj një mesash, i ka shku dhe verve rrit, i ka la, i ka parfimos dhe në dhomën e migjve. Ven burri pi punë, shkon t'i përshëndet prindit e deras janë, habitet, si ka mundësi me ec pleq, kur i mrena i këshin salon si janë, të dhoma neja si janë, sop të migjve. Tha Allah, qka u bon? 5 vjetë luft me gruan, që prind me nejt në shtëpi, me gjitha ta e dështova luft, ku shofte dhoma e migjve në kryet sobës. Tha qka u bon, oj gru? Qka u bon i zojnë? Tha kështu, tha se fëmiu im, tha ma vizatoj dhomën para se të plaknë. Tha edhe unë e mendova dhe thash, kur të plaknë në cëllën dhomë, kam me qef unë më plak, në soba e migjve. Tha i qova verrit të soba e migjve, që inshallah dhe ne do të plak mu që aty, për ndryshe këta të cilët projektet bashkohore, që po na i paraqesin, po na i shfaqin para zgjedhjeve dhe mas zgjedhjeve, ashtë se dhomat e plegjve. Ato që janë përëndim i din, s'ka nevoj koment për to, para ta do të ngeli në shtëpit e tyre. Vetëm, ata që si kanë arru prindrit, e mendoj se më meritor dhe më realista, që si kanë arru prindrit, jo ata që jetojnë me penzin e babës këtu, për ata e mba në shpy. E as ai që cili bën manipolime dhe dredhia nonën që ta moren, e bën artikull për të përfitu didinon në shtëpinë e tij. Po as ai i cili ven në shtëpin, edhe jo nona e cila të mendon, ai na çka po do, jo. Po kujtohu ti cilën e don nëna jote më shumë jepja asaj. Për çka se nona është ajo e cila ka dëshirë që të shofe mirë, s'ka dëshirë të argjojë. Ajo është e cila nuk don me të argju. Mjeri aj që e bjen punën, që me vetë nonën o i nonë, ape do ketës. Berja para se me pytë, për çka se se lefëton kur janë urë në pijatë. Me nonën me ngronë, thot nonën njere mirë ke kafshatën të në unë. E dini pse? Tha se u tuq në që pishkon në sini nonës dikun qatë kafshat, po shkoj po jama për para. Edhe kjo konsiderohet mos respektimi i nonës, për ata njerë nona e mirë ke kafshatën, të në aj e mirë ke kafshatën. Këto janë ata të cilët burrat e mdhej, për ata vledhët të ndërsëm, si që kanë thonë, nëse e has një njeri një burr të madh, dije se aj e ka mas ati një non të madhe, edhe pse s'ka non muslimane të vogël, të gjitha janë të mëdhaja,
edhe pse se kena temën për ndryshe, se na kishmi folën këtë tematik, që bagashin e kemi për plot, se sa shpërblime kanë ata, që vetëm që i gëzojnë prindërit, sa shpërblim kanë ata, të cilët vetëm e shiqojnë në ftyrën prindërit, është një lloj ibadeti i braktisur, është një lloj ibadeti i lën pas dore, na vishin mërgjintal ma shumë amotash, verës shumë nxehtë, dimit shumë ftoft, hargjime shumë, për ata janë rallu dhe vizitët, ata shkretit me ditë se shka kanë shpërblim, kishin arë zhagza me japuthën balin dhe me gzigzu prindërit e tyre, kanë mundësi ata me i ble mobilet më të shtrenjta më të mirë, makinat më të mirë, hajën më të mirë, teshat e fëmijëve më të mira, teshat e nusës mos flasmi për ta, për çka që ajo komandon, ndërsa për prindrit janë të maram listën tonë, beri vetës mas, që të nonën dhe babën listën e parë, qofte dhe ajo zonjusha nëse më rolet, qofte dhe ajo nëse i natosët, për çka se dhe ajo ka prind, për ata ose se paku, edukoja ata, banja asaj me prind të saj, si që ta ban ajo me prind të tu, do të shijoje qka dhe me thonë prind. Lusim Allah në zdo gjellë që Allah t'ju begatoje, të kaloni ditë të mira, vetëm një kërkes, ani se kini anë fund viti për çka se kini pushimet. Amo, kjo fes që cilën ashtë më pragin tonë, do t'ju të regojmë sot inshallah se kjo sa shë jonë. As fetarisht, as komtarisht, as tradicionalisht, se për a dalin disa o gjallart ashtë e qujtë. Dhati këtu metë se ka umbën vetëm o gjallart. Për ata, për e përmeni me emën se ka vdek Molla Jupa, Allahu Azza wa Jall Jannatul Firdaus ja bat bon ahiret, e kishtë thonë një fjalë të madhe. Ki Molla Jupa e njifni, i cili ka qenë do thonë imam në Slopçan, edhe këtën kumanov ka i tru jetë, e kishtë thonë një fjalë të çmueshme, kishtë thonë në mimberin e pejgamberit Allahut, sa shtrem që o gjallar kanë dal me shtremu këtë fe, ato janë shtremu dhe kanë vdek dhe kanë shku feja ka metën e drejtë si që ka qenë. Hamdulillah, që Allahus da i kalon neve o gjallarve, që të arrujnë fejën, se ndoshta bredhin sot e kishë mi bo kible këtu, mirë po Allahu Azza wa Jall e ka morë përsi për të arun këtë fe. E ndëgjoj ishna një hoxhi cili pa do në emision dhe gazetari e pytke që ka thu për vitin e ri, është haram se disa shokët e tu po thojnë haram. Edhe ju selke u mushtelke që shtoj jo haram për çka se s'ka ka argument. Me gjitha sa ja për shtjel ke dhënde, ndëgjo, na kena fe tre loj festime. Hajra likoft. Festa e par fest fetare, e dita fest komtare, e treta fest tradicionale. Do thonë që në gjergji, tradicionale. Tradicionale është e vërtet, ama e kujtë. E shën gjergjit, e shën mitrit, atin me është tradicional, tradicional e baballarve tonë, baballarve tonë se kanë ditë qka, dhe ka shumë musliman në botë që nuk din për ta, tradicional e jonë, kja nuk është e jonë, po edhe nëse ka qenë tradit, fejnë e kena na ibadet, fejnë e kena trashiguan nga Muhammedi sallallahu alaihi sallam, e jo nga shëngjerdje e shën mitri, e as nga Stefani, e as nga të qertë, fe jon, ashe qiltër dhe e pastër, para ta në ledhë të ndërshëm, lezojnë në një fjallë në Kurani Kerim, që thotë Allahu Azza wa Jall, fe esabet kum musibetul maut, juve ju ga duhet një musibet, është vdekje. Thonë të Imam Kortubi, a e dini se ka musibet më të madhe se vdekja? Këtë njerëzit tutës e budes. Pra ta e pita njëni sije, tha valla që ka të thamë, tha për ditë mjek, shko ajde, tha shmirë, si dështojnë, tha shmjek, na jena këtu. Mjek nëse s'kanë sukses, disë një vinit e na. Për këta sije, pasaj e pita i thash si i ki pun me mjek, tha mirë. Do dhët nuk doj ke me arka na. Pra leha të ndërshëm, si do qoftë,
Allahu thot, musibeti më i madh që njeriu në godit është kush? Vdekja. Tha ka një musibet më i madh se vdekja. Cili është musibet më i madh se vdekja? Tha me arru vdekja. Kjo është musibeti më i madh. Pa ata ne sot nëse e çelmi programin televizionit, çka ninin ta? Filan venit janë mitë që ka që musliman. Filan venin janë arrestu që ka që musliman. Filan venin nga bimisht ka ra një raket, e ka mitën që ka që fëmi musliman. Filan vendin i kanë gjek ka që fëmi musliman. Filan vendin i kanë ekzekutuan që ka që terrorista musliman. A kini njën terrorista krishter? Ja, s'ka. Edhe ata që na dalin media i kërcnojnë shqiptarët vendit tonë me i prefmit e tyre. Dhe ai prifti cili del dhe thot se Serbia s'ka bon asgjë në Kosovë. A dashtën spaku, një 2 milion mi ekzekutuan, ai nuk ka terrorist, ai nuk ka ekstremist, ai njeri i paqës. Ai njeri i paqës. Ai njeri solidarizohet, ai joni. Ata budistat të cilët nga 10.000 të fëmijë para media i gjegin, ata janë toleranta. Drejtat e tyre do dhënë ka të drejt. Ka liri çdo kujt, vetëm arrestohet kim, ashmor nderi ka çnonëve muslimane. Janë bit ka fëmijë, janë ekzekutuan, janë bit në për shkolla, në për spitale. Janë shkel të gjithë të drejtat njerëzore. Kafsha, sot ka vlerë ma shumë se një musliman. Kja musibet, kja për të qajtë. Si pasha Allahun, ne si musliman jemi në gjendje. Që mos më paskon sunet i pejgamberit, mos me paskon pjesë e sheriatit, mendojsha unë se e kishmi haram të festojmë, të manifestojmë Kurban Bajramin dhe Fitr Bajramin. Po ma mirë në festimin në kohën e Kurban Bajramit dhe Fitr Bajramit me rrugës ka qenë të që tjetë të qelmi një të pame. 10.000 musliman bitën, 100.000 musliman dëbon nga shtëpit e tyre. Ndatë fëmija prej prindrëve. Para medje e kini po, ushtar të armatosur derin dhomë e mbisin një fëmij të mitur. Ke drejta e tyre? Shka ke erujnë re shtetin e tyre? Ndërsa, një musliman që e banë vetëm një guri, apo një musliman që bërtet dhe thot, oh, terrorist, kriminal, ekstremist, pra leo të ndërshum këtë dim gjithë, këtë kuptojmë të gjithë, dhe kjo më i musibet i madhë që thash, mos me paskon pjesë e shariatit tonë, mos me paskon sunet i pejgamberit tonë, ditën e Kurban Bajramit, ditën e Kurban Bajramit dhe ditën e Fitr Bajramit e keshmi shpall na ditë pame. Na pa për vëllezërit tanë, me na ngoshlu për fëmijët tanë, me na dhon nga jeret për morjen e moralit të grave tonë, cilin të qaj për para. Mirë po ka musibet, kishte musibet dhe më të madh. A dini cili janë musibet? Musibeti më i madh është që në kohën e festave të tyreve, të mbytësve, parashtrohet pi që Hoxha Fenia ban me jauru. Kujt me jauru? Hajduti që ka i me një shpi ka plaçkit, mi thonë për hajt kovët, i avd vëllai, stru jije, mbytësit, thersit, kujt ja orojmë? Dhe qka po orojmë? Njoni prej neve thot, jo, na nuk ja orojmë mbytësve, as nuk ja orojmë gjakdersave, na ja orojmë ata që janë të paqës. Në regull, pajtojmë kushtimisht edhe pse se di ku i ki pa dhe ku i ki gjetën, galzëm që edhe unë e ti gjejnë që ato. Disa e miratojnë, disa e promovojnë, e disa e zbatojnë, ne dim ketë, për shkak se sot dhe fëmija e merë, e kupton këtë politikë. Me gjitha ata kujt po ja oron dhe qka po oron. Tha na po ja orojnë paqësorëve. Në rregull po ja orojnë paqësorëve. Çato paqësorët, qka kremtojnë dhe qka festojnë?
A ke haber që ka festojnë? Ata kremtojnë dhe festojnë që Zoti i tyre ka lind. Në këtë datë, para i të kovë se ju kështë lind Zoti. Para i kjo kovë se ju ka lind Zoti. Zoti jo të ka lind. Dhe ne po i bëjmë selam atinëve të cilët sa pun me e kolu Allahat për gjamive. Pjesë e dinit e kanë bon. Që i para i kametit e dini kulu Allahu ahad, Allahu samed, lem jelid, wa lem juled, wa lem jekull lehu kufuven ahad. A është e dominushme në shumë gjamia ka 3 herë me kënu? Jo 1 herë, 3. Pse me bo 1 hatmë? Se një kunëzit sure, ka vlerën sa 1/3 e Koranit. Na kushtimisht nëse pa i tomu. I pismi ata pse me kënonim? A e keni bo melodi? A e keni shëndrun vend qëtilis? Apo ajo ka kuptim? Ajo ka kuptim do me dhonjë. E në jumi të e kënu 5 herë në ditë e ka 3 herë. Të i bon ka 5 hatme para namazi, para farësit. E qka thot në tam? Thot kol hu Allahu ahad. Allahu është një. E po një këti ki shokit tanë që ja festove, apo runa zot dhe more pjesë ti në kremtim. Se një është dhe ke ja, na nuk festojmë. Po elhamdulillah kanë arë gurbeqartë edhe rrim kënaqë më të në sabah. Mashallah, kënaqë se marë ka të kërsasin, apo? Ti ato gurbeqartë i do për shka këmarko, edhe një hoqë ma i drejt, i këtëne treves për ja përmen emnin se ka vdek, ishte ma realist. Edhe ertë e miqët e ti dhe pi thot, jo o gurbeqar, o mërgjimtar, mirë se në keni ardhë. Tha mirë si ju gjetëm. Tha e kam një kërkes, tha po venë Ramazani frikë, tha më kanë propozu me artë e ju. Si të vitë e ju qeshtë të lash. Duni me ma gjetë një dhomë me fletë e ju, me mbon si firë edhe iftar. Edhe s'ka dishim si ju qeshtë të lash. Tha vallaj s'jam të arë për Allah, po jam të arë për që ato markat e juve. A ban të mi ip një këtu të ukone dhe hitës po vi? A ban mi dhonë që ato dhe hitës po vi? Ose ata në të provojnë një oqë dhe të morin për Ramazan, edhe këtë vene kiton që jamushin gjepin me letra. E shofin a venë mo. Pra ata me gjitha ata vledhë të ndërshëm, kina shetë për Allah. A ka ardhë një margjimtar këtu, a kini po dhe një herë dhe një hoqë që ju ka therë në darkë? A ka ndodhë kjo? Runa zot me ndodhë. Kjo pja lametit kiametit. Nëse ka ndodhë, kjo ka ndodhë, thuni elhamdulillah, që i pas ka alo. Po dalë mi në kafe se ato pagujnë. Kur dalë mi a gjë, na do me thonë që na e shijojmë ushqimin më të mirë. Qëfar ushqimi këtë vene a ki po karame kamarjeri, si ta ka një zvicran në tonë, thot cila ma e mirë që ajo. Po ku keve të mirën të rritje. Sahabët ishin ata që Abdurrahman ibn Auf i tham trego për tregun, o vëlla, aja dha shpijen, aja dha gjisa e pasuris, tha jo vëlla, Allah i thonë bereqet tonë. Unë, tha nuk kam dëshirë të akshiri gjepin tanë, se jam razi me gjepin tanë. Parat një babë kër e përceli gjalin e vetë në punë, tha, o babë, tha e kam gjithë një punë, tha e cunë që të ebë një nësijat, tha se babës unë e s'kam dije si ti të i e shkollovan, amo baba ka eksperiencë, tha o birti apo shkon me akshirë gjepin shefit, a me kshirë rogën tonë, tha si o babë, tha spjego ma qartë, tha do me thonë si të shkojsh në punë, e kshirë shefi sa po fiton, ja bani sapë, që ka që argjon, që ka që fiton, që ka që, tha mas shumë se një muja po të disën e ma punën ti. A si të shkojsh me këshirë ty, se ty me ato pare të mjaftojnë për familjen tonë. Ty me ato e këshirë gruën tonë e fmit e tu, ma në punë. Pra do lejo të ndërshëm, ki qili në dajke këto festat e fetare, festa komtare, të mirë sa argjime be ju i banët fondat e komunave shqiptarë. Sa dajtët ju fond për 28 nëntorin. Vinë jo musliman, që ata si pas atinëve kinë se feja tirasht, edhe paracitët krijetari në komunës madhe thot, s'ka fond për festimin e vitit ri. Kja labaki del dhe thot,
Si vetë I kena përcaktuar 25.000 euro për me zbukuru komunën për manifestimin e vitit të ri. Mashallah. Na I keni knaq ju gëropat, na I keni knaq ju udh, na I keni knaq ju dëvarfërit, na I keni knaq punëtort, keni shtinjen loj kungullin ta, I cili s'ka haber as me shkrim as me lexim, e ju na knaqet veç vitin e ri ju na solidarizut. Jo muslimant Maqedon, keni ndëgju lajme? Kur dola I madhi dhe tha, s'ka fond për zbokorimin e qytetit të Shkupit. Tha se hajna që I kanë qenë para nesh, na kanë qunë minus, dojmë na me ngrit komunën. E pash zotin, ki atë të ngrit e komunën. Ki ka bo hesap, mi blepi Turqije që si Kipineski, disa drita të cilet në pan vakijas natën e vitit 3 skallën, mi ka gjun një 5.000 euro, edhe ka bo hesap një 20.000 euro në gjep. Se ma mirë ruën në gjepin e ati, se në gjepin e popull. S'kena nevoj për ndryqim, na s'kena nevoj, nërëq në një mëra rrugët. Nërëq në një mëra se na koritët me mërgjimtar, bashku të vinë këto mërgjimtar e kini po, bagerët I qesin se kinë se pëpunojnë, që shtu edhe në mot I gjeni. Që shtu I kini, edhe në mot edhe në mas tjetër në mot, si të vini për rrugët e atine mos hajdi hiqë. Si të vini për rrimën e atinve, jo e dini tash ku t'ja nisin tash, hargjimet e notit vëritit ri, në kanë hargju shumë dhe, një e kanë zbukëru qitetin e kanë driquan, për ata 8 orë s'ka rrim. Në zbajnë kini 25.000 euro, ju me e shpërda që atinve që e kanë për rrimën për 50 euro. A zbajnë ke ju ka 1 metër dëru me aqu që atinve të cilët s'kanë qebe më mbullu? A ka? S'ka. Për juve s'ka, dilni, shifni se qka jetojnë, ata të cilët jetoj me ndim social. Shka një e promovoni ligjen, 50 euro, pin shkop tash me dugme. Edhe 1.000 diçka dinar me tash luplus. Kja është për argjimet e juve, hizmet juve, na knaqët, na u knaqëm mo me juve, për atë ledhët të ndërshëm, kja është një fest, kja është një mjerim që na e përjetojmë, edhe njoni prej neve thot na unë s'pjavoroj atinve, kriminelve unë a zot m'javoru, unë e pjavoroj atire pajtësorve, ka të mirë, edhe unë po thamë që I ka të mirë, ka I mirë është a I cili punon për popullin e vetë, a I cili a ka në reqën gjisa e Shkupit në tonë, a kini po si me shku në Paris, a pesha që ishë në kanë lonë shkijet, jo, të kanë lonë që dërkush, ti e di kush. Ato të cilët kanë ardhur ta kanë bo tije që I Paris kena me bo, amo a dasht mu bo, po së na bo, se për çkak se edhe na se dim se pse sa bo. Kena morë verë se pse sa bo, për këtë arsye u ledhët të ndërshëm. Për ja uroj I thot, se haj po ma uron. A unë e qa që I keq mu bo që haj të uron, ti mos uru, unë e po të pysë. Me të asha që I babën e këshe uru, 5.000 gjake, 5.000 pajtime, në fushën e pajtimit për një dit janë bo. Ketë këto për një qa me babën dhe nonën ja ka sha. Edhe mo, 15 vetë në belo, apo? Për babën e vetë, për nënën e vetë. Me të akuzunën në tonë e zina qarkë, e këshe uruën, dhe ne I falimderit. Për hajri u koftë edhe juve që e plus një tort, edhe një paqet për ja që I fmive se ma kisha nonën. E këshe bon t'i kush? Ha? A kështë e bo? Festa e vitit ri, asharje jo e njerëzve, asharje Allahut. Dhe gjone këtë hadith dhe l'kotësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ofendon biri Ademit, edhe pse se me meritoj të ofendohem. Ma përgënjështon biri Ademit, se meritoj të përgënjështrot. Ja Arab, kur të ofendon biri Ademit, tha kur të më thoje aj se ki e fmi. Kur të më thoi aj, se ki e fmi. Thotë Allah në Kurani Kerim, te kedu semawat e jetë fat tërnë. Qeli më rakon të pëlsit pëse Allah unë e ka në akuzu se ka fmi. To ka akon duke u shafit, për çka këtë ofendim Allah që ja ka bo, që kodrat janë kon duke u shem, të Allah t'i kanë gjitë këtë biftan. Pash Zotin baba jot dhe nana jote është ma I qmuar alat e ti, se sa Allah.
Thot Zoti ka lind. Allahu thot, çka ti thojmë na? Çka mi thon? Thoj qul huwallahu ahad. Allahu është një. Allahu samed, Allahu sashina, s'ka nevojë për kërkan. Lam yalid wa lam yulad. S'ka lind dhe askush është i lindur prej tij, kja Zoti jon. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu si përngjan askush. Si ka mundsi? Për çka se Allahu nuk i përngjan asnjë. E ti kur t'ja urojsh vitin e ri, apo runa Zot ta manifestojsh vitin e ri, do me thonë po tham jo. Kullu Allah na e kënojmë xhami, e na dalin disa bakaraqa që si o gjallar, që po vjen turb asni përmeni, po vjen me vjell kur pi lexoj ata, të cilët e kanë shallin më të madh se sa rrota autobusi që i thoj ke Sheikh Abdul Kader Arnauti, mirë po i shtrem si Kasraveci, edhe thonte rahimeullah, del dhe thot, masi ata na festojnë, dhe na duhet me ja festu, se Allahu na ka porosit në Kur'an. Që. Allahu na ka porosit në Kur'an? Heb mëre bakraq. Allahu të ka porosit në Kur'an, ku ka porosit? Galzona? Ka thonë Allahu, lekum din, holi e din, ti ki fejnë tonë, unë e fejnë temë. Ti ma respekton dhe unë të respekton. Ti ma uron dhe unë të aroj. Nisë jam marë për një fillim mëre qiqan. Ka thonë Allahu, kul ja ejuhal kafirun. Thoni, ju ja besimtar. La a'budu ma ta'budun. Nuk e adhoroj unë atë që adhoron ju. Nuk ju bashkënditem unë asaj që ju keni bashkëndit. Njoni për e neve thot, po jo, na nuk besojmë si ato. Masi nuk besojmë si ato, pse feston si ato? Masi nuk beson si ata, pse feston si ata? Po thot njoni për neve, thot, solidarizomu për çka se bashkjetesa, jetojmë bashkë me ta. Në regull, dhe unë thëm, ka dalë shpitër e aj, ko ishe e jotë, që janë i servis, për harja shpijën. E ka feju gjallin, shko për harja. I ka linë fmit, shko për harja. Mos i banë zullum, mos i banë padrejtësi, mos ja cenon derin, mos ja këta, kush ka thonë se jo. Ama aj, kur ta shanë zotin tanë, ti, për hajrë me sha Allahun, kur se transmitojnë djetarët e me dhebin Hanefi, se në lodhën disa të cilët Hanefi? Apo do më konë Hanefi? Nga pa pra Hanefit. Thot a i cili i shoqëron ata në festët e tyre, rinjallet me ta. Ka thonë e bu Hafsel Hanefiu, me adhëru një shalqin, sa ta s'kanë pos. Atinve, me adhëru një bumbunjer, një paket, ashtë sikur me therë një derë. Ka thonë a i cili për njët atinve, në festët e tyre, ashtë si to. Bile ka thonë, aja qafirë si to, nuk e falë Allahu deri të pëndohë. Apo do Hanefi? Kam bagajin Hanefive, të cilët men marë e tije më me thonë se jam Hanefi. Për këtë asije vledhë të ndërshëm, s'ka të bëhe me kjo Hanefi lëgë. Po joni për neve thot, qishme ja bona ki ngushtu kejtë rrugët. Thot, aj po ta feston mëra Bajramin. Po miru në Bajram, që kënë të bo? Jam të esha Isajin? Ha? Që jem të bo në Bajram? Jam të esha Zotin e tyre? Jam të ofendu ata? Jo, aj po me ofendohen. Dhe tash po e bëjmë një shembull. Cili është ma indërgjegjër me i lartë. Dhe një kreshter të shpia jote misafir. Dhe aji që i ka deve i pret deve, misafirit. Misafirit mi pret deve anë shpak. Po na s'kena deve, na ja presmi për shemëll gjetar një lepër. A e dini se krishter të leprin dhe deve nuk e hajnë. Edhe dërvishet atin dhe i përngjajnë. Dërvishet, nëse do një me ditë pëse se hajnë leprin, se i përngjajnë në tona. Për atë një dërvish, e kështë e bo një davet, e kështë e bo një ashtë musliman, thot banu musliman, o dërvish. Të një se në bona se feja juve është e zorshme, mu bo musliman të mamë që ishtë duhet zorëm. Pse zorë? Tha duhet me agjeru të Ramazan. Jo, valnit, ki dërvish i pe ban
davet një krishter. Po thot banu musliman, se dhe ato pretendojnë se musliman. Bile tash kanë fillu edhe bashkësi me qelë në vete. Qak se milionat e hironit po kërzasin. Për këtë asje u lehët të ndërshëm, kanë fillu me qelë edhe bashkësi të dërvishtëllëkit. Këto me vluda që i kini po, këto huja në për gjamit të tovës, këto shumë shpejt kanë marrë dhe këtë e pari, se ato qekin e madhe kanë dhonë. Këto dërvishat pe bojnë davet një krishter, dhe pi thot dërvishi babashe, banu musliman. Thot jo se në bona se feja juve është e zorshme. Ka thonë pse është e zorshme? Ka thonë duhet me agjeru. Thot jo, na dërvishat i të agjeroj. Na me speca e kalojmë s'pa problem. Si ata. Tha po duhet mi falë 5 vakt namaz. Jo mëra, na dërvish, musliman, hiq pa namaz. Para ta nëse kuptojnë, se pikana ka orë neve pa namaz, me shahadet në gjennet për dërvishëve. Se ka thonë dërvishët, shkallën më të lartë e ka i cili shtot 72.000 herë, la ila ilallah. Para ta në qelime në shatë se herë thojmë, ku në dezit i kush, 72.000 herë, tha një hoqë, një kolege im, tha ishtë në me një qelime, ke një babashe, edhe e banëm qelimen e kritëm, e në tha po edhe që këta me patëm edhe që këta në i murët. Me vludin moti mo në i masakerut. Po edhe që këta së në i latë, me vlud qelime, zanefile made in dërvish. Para ta nuk del që dërshka. Edhe kime bandë da vetë pi thotë, me agjeru, jo, na nuk agjerojmë, namaz jo. Tha po na krishterëse në lombë alkoholin, thot, babashe ma pijan se jurri. Krishteri a ishka i thot, që si muslimoni kanë shna ma i mirë se ju, lem qati ku janë. Që si muslimoni kanë shna, dojnë me nabon neve që si musliman. Para ta mos me aru atinve, që ish. E thash ven krishterit e ti, edhe ti qetë në sofer mish deve dhe mish lepri, apo mish lepri. Sa to lepri nuk e ha, në aram e kanë me librin e atyreve të shtremuar. Se kemi temën këtu, kam tregu pse ato nuk e hajnë leprin. Edhe është dërvishat e hajnë leprin, me apërmen, papës dërvish, ati me apërmen leprin del pisobe. Tamam? Edhe hanë leprin edhe hanë devën e pastaj thera in konak të aj. Edhe pse zore kanë me thera, dinë ato zvicrant, ato të përëndim, se me ta dhonë një cigare, është puna modhe. Me më rri dherë të cigarja, Allah, të ka dhonë ku me ditë so. Dhe isa më tregoj njoni, tha pa ta rej, njoni në dërmova në firmë, pas ta i më qitin gjigjë, edhe gjigji, gjikoj i tha, me ja bleu në gjimlekin që ja shkoqa, edhe më thoj ke re ma lao. Se apet ma bleni që dër gjimlek. Si do qoftë, tha shkon ti te aj. Edhe aj, mish thivin tavolin. Edhe kikë thot, jo, nëse në hasë, jo në musliman. Cili e ka respektu fejnë vetë pash Allah. A ti a aj. Ti respekton fejnë tonë, nuk e anë se feja jote të ka ndalu. E aj nuk e ka respektu fejnë vetë, se edhe pse feja vetë ja ka ndalu. Para ta dhe viti ri, ashtë festa e tyre, edhe pse sa shë e tyre, nuk e kam treguen, do thonë pika, mirë po pëtham me një fjalë, se kam argumente historike, jo nga musliman, nga krishterët. Si ka dështu kisha e perëndimit? Po thamë, si ka dështu, do të majnë një ligjerat, inshallah, si ka dështu kisha e perëndimit me sfidu dhe me ndalu vitin kremtimin e vitit të ri si feste paganëve që i ka kalu të krishtërt. Kjo nuk ashe atinme. As i saj nuk ka lit në këtë datë. Se përshkuat edhe në librat e tyre, sa i ka lit në verës. E ku dimnit bora, bredhi, ketë këto palavra, këto janë të paganëve. Mirë po krekët dhe romakët, kur kanë kalu në krishterizëm, i kanë bajt adetet, apo si shthën të i hoxha, festa tradicionale. Si kur na, të thjeshtësoj, si kur na që e këna bajtën me vludin, qelimën, e këna prun fejnë tonë sa që jona. Kjo nuk ashe jona. Dhe kemi me mi argumente dhe miliona, se sa që jona. Kjo është vetë me të shkun gjepin hoxha. Qa me vludi? Me të shkun gjepin, koletën me të re pak, si do mos ju të përëndimit, dhe një me vlud elbec, për çka këse sezona? Sezona e grabitjes
sezona e hajnis, sezona e vjedhjes, sezona, hëpse me mni ato kuku për mu ma ndalë në mimber, për ata ja hupëm Kërejt ja hupën që s'janë tonat, po mundomu ne me sfidu gjdo sen që s'ashe jona, edhe mu krenu vetëm me tonën. Thot Anas ibn Malik, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, në pa neve, duke lozën një di festa, i kishmi di festa, lozshmi në to, tha pejgamberi Allahu azza wa jall, ja ka zavendësu, s'ka thonë ja ka shtu, ja ka zavendësu me di festa, festën Kurban Bajramit, festën e Fitr Bajramit, në festëve të tjera. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na vedison, lusim Allahun azza wa jall që Allahu mëkatet të na i fal, lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na ban nga ata që kanë frikë dhe dro vetëm Allahun dhe nuk e idhnojmë Allahun, qoftë edhe nëse qert gëzohen, mirë po ne nuk e idhnojmë Allahun, do të jemi më të lartë, do të jemi më të dashur të Allahu, do të jemi mbi këqirjen e Allahut. Allahu azza wa jall na i fal gabimet dhe lëshimet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam më i afër me Isain në dunjë dhe në ahiret se ata. Nga se të gjithë pejgamberët e kanë me një prejardhë, janë prej një babe, nona ndikant të ndryshme. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë me një fe, ajo fe e ka emrin el Islam. Për ata shpesher ndëgjojmë prej disa hoxhallarëve të cilët e keq shprehnin me qëllim apo pa qëllim, me dije apo pa dije, thojnë fen qiellor. Feja qiellore janë një, krejt janë Islam. Ka thirrë në Islam Ademi, ka thirrë në Islam Nuhi, ka thirrë në Islam Ibrahimi, ka thirrë në Islam Musaj, ka thirrë në Islam Isai, ka thirrë dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbalu minhu." Ai që kërkon në fe tjetër pos fes islame nuk pranohet te Allah. Nuk po flas hoxha, po flet Allahu azza wa jall. Inna ad-dina inda Allahi al-islam. Dini vetëm te i pranuar te Allahu është Islami. Jashtë Islamit të gjithë janë fet e devijuara, e shtremuara. Në esencë, të gjithë pejgamberët e Allahut kanë thënë në Islam, dhe Isai ka thënë në Islam. Pra thot Allahu azza wa jall, "Falamma hassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah." Kur Isai i pa se njerëz pelon fen, tha cilët janë ndihmtarët e mi në rrugën e Allahut. Qala al-hawariyun, "Nahnu ansarullah." Kanë thonën të afërmit të Isait, ne jemi ndihmtarët e Allahut. "Washhad bi annana muslimun." Dëshmo se ne jemi musliman. Që ka qenë Isai? Musliman. Kjo ashtu prej besimit ton, ma të afërt jemi me Isajin, se na me ofendu Isajin. Mos me besu Isajin dalmi pi fes, sikur mos me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne jo që e besojmë Isajin, po e konsiderojmë prej pejgamberëve të mëdhej. Për ata me pas lexu me vëmendje krishtert mesazhin e Isait, do të ishin bë musliman, se thot pejgamberi Allahut, unë jam rezultat i duas së vllavit tim Ibrahimit dhe përgëzim i Isait. Dua ka bë Ibrahimi alayhis salam, masi e ka ndërtu Qabën, ka thonë wa ba'thihim rasulan minhum, dërgoj një pejgamber nga mesi i tyre. Dhe Allahu azza wa jalla ka përgjigj, e ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Isai ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, wa mubashiran bi rasulin min ba'di jeti min badi ismu Ahmed, dhe ju përgëzoj me një pejgamber që do të vene pas mej. Aja është Ahmed. Dhe e besojmë ne se Isai nuk është mbyt. Ja dini se festa vitit 3 ato pretendojnë. Ato pretendojnë se Isai alayhis salam, ama jo si pejgamber që e festojnë. Ato e festojnë si Zot, apo si gjali Zotit, gjalin e Zotit që i futët e kanë mit, ku ke Zoti? Ku ke ati babaj, njani me in bela ngasin edhe mi gjallart, a baba e kalon dorën e qifutve, ka armi la gjënohet e kujt Ademit. Allahu Akbar. Gjënohet e Ademit, ka ardhën ka i në orë,
Çfarë Zoti a që e zevorri? Çfarë Zoti a që i mbytët? Çfarë Zoti a që së nga dhënjen, së në reziston ndaj që i futëve? Para ata ne e besojmë se që i futët tentuan të mbysin, Allahu e ngriti lartë si pejgamber. Dhe kalon në akhiri zaman me zrip. A dinim se zrip Isai? Isai zbrit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Isai zrip në akhiri zaman. A prej shenjave të kiametit që zbrit, cilët punë t'i ban? Tha thonë, yaksiru salib, e thënë kryqin. Pse? Se s'jam gojshduun. Pse keni rejt popullin tuaj? S'jam gojshduun, s'jam byt. Allahu thot, wa ma qataluhu wa ma salabu. As se kanë byt, as se kanë gojshdu. Wa yaktulu l-khinzir. Dhe Isai a.s. e mbyt deri. Wa yada'u l-jizya. S'ka me pagujt tatim me nejt krishter. Vetë musliman janë byq. Isai e ban ketë. S'ka krishter mu. S'ka qifut. S'ka dalavera. S'ka hajnia. Para ata kush dën, thot Imam Ahmedi transmeton, tharet në islam. Zbrit në kone sabaut, del gjemoti kujt. I një njeriu të pejgamberit Allahut, i quajtur Mehdiu, si që kanë thonë dietarët, imam kone sabaut. Dhe ai të reqet që Isai ta qese imam, thot jo, nga ju imam. A dini përse këtë e ban? Dhe kjo është hikmeti Allahut, që e kalon Allah Isai a.s. si simbol i hajrit, i mirësis, të zbresë në akhiri zaman, që të regon besatimin këtë pejgambert Allahut që ja kanë thonë ato e përfyllin. Cili ka qenë besatimi? Besatimi që thot Allah në surat Al Imran, Allahu e ka morë besatimin nga gjithë pejgambert. Nëse ju jeni gjallë dhe ven një njeri pa pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, a do ta besoni dhe do ta pasoni? A do të bani xhamati ati? A do ta besoni dhe do ta ndihmoni? Than po. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalika isri? Tha apo e pohoni? Tha po. Do të ndihmoni? Do të ndihmojmë. Do të bënu xhamati ati? Do të bëmu xhamat. Karejt pejgamber me pasar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kone Nuhit, Nuhi a.s. gjemati pejgamberit. Me pasar në kone Ibrahimit, Ibrahimi a.s. gjemati Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me pasar në kone Musait, i Musai a.s. gjemati pejgamberit, parat të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk dhe janë një qifut, apo një krishter, me ardhjen time, e pastaj vdes, dhe nuk mbeson, vetëm do t'jen zjarë. Musai me pas qenë gjallë, thot pejgamberi Allah, Musai me pas qenë gjallë, nuk ju kish pranu besimi ti, nëse nuk mbeson mu. Kja është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kja është i dërguar i Allahut. Pra Isai a.s. vepron me shariatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbit dëgjallin që pretendon se Zot, e mbit simbolin e sherrit, mbitot në simbolin e hajrit, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjikon me drejtësi, gjikon me mirësi, deri sa shtohet risku që del njeri me dhon zekatin së nxjerr fukara. E kuptuat ku është ekonomia? Sa vetëm lekët e tu, as dollarët e tu, as frankët e tu. Bereqeti ka up. Kurat dhe drejtësia ven bereqet. Dali njerëz me lip fukara, s'ka fukara. Bereqeti ashtu të kejt. Fukaraja a bon zengin, a bon i past. Për ata në ato 7 vite që del dhe gjikon me shëriat. Isai a.s. edhe pse jeton 40 viti, kam spjeguan në lidhje me zbritjen e Isait 5 ligjerata, po me gjitha ata që ato 7 vite, rahati, mirësi, din, drejtësi, Allahu azza wa jall këtë tokë, ja të reshigon të mirëve, të dëboqëve, lusi Allahu azza wa jall që Allahu të raban nga ato, wa aqulu qabli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus.